shumë e rëndësishme, po e rënd, e marrjes peng të një autobusi nga një djalë nga Burreli. Flamur Pisli, ky është, i cili e mori në Greqi me 20 e ca pasagjerë, mos gaboj zoti Poçi, dhe u fut në Shqipëri. Dhe pastaj ky është ekzekutuar nga Renea bashkë me një shokun e tij. Tani ta përmbledhim se do na harxoj shumë kohë dhe pjesa e parë. Çfarë ndodhi dhe si e zgjidhët, se kjo ka qenë nga ngjarjet më të bujshme, madje mes dy shteteve. Unë kisha 10 ditë që kisha filluar detyrën dhe krejtësisht duke u larguar nga një ftesë që kishin bën në Rognar me rastin e fesës Slovenisë, më duket. Më vjen një pjesëtare e stafit të ambasadës greke dhe më thotë, kështu ka ndodhur kjo, dhe kërkojmë nga juve thotë që të lejoni futjen e këtij autobusi thotë, me gjithë pejgamberët do të futet në Shqipëri. Edhe si ngjarje ishte krejt e papritur, por dhe nuk e di ç'është kompetenca kishe një. Domethënë, ky e mori autobusin në cilin qytet në Greqi? Një qytet në veri të Greqisë. Po, në veri të Greqisë. Dhe po drejtoi për nga Shqipëria. Historia kishte qenë kështu. Po? Po në atë moment që më thanë dia shumë pak. Historia ky ishte një djalë që punonte prej kohësh në Greqi. Emigrant. Me sjellje korrekte. Deri në atë kohë. Njeri, domethënë që s'kishte pas probleme. Punonte kohët e fundit tek zyra e shefit, po them tash, ku e di se i kishin ato të një komisariati policie. Një një funksionar i lartë. Një funksionar, jo shumë të lartë, po aty punonte, baçë në kudon. Shërbente atje. S'kishin pas asnjë konflikt, asnjë problem, siç morën vesh më vonë. Por një ditë të bukur, ai kërkon pagën e munguar për disa kohësh, ai si e jepte. Ai është përgjigjur në mënyrë shumë arrogante, i ka thonë që po të maj me bukë, po të maj kështu, pare nuk t'jap, po ke premtuar taj pagën. Për sa bëhesh fjalë? 60.000 kërkonte ky. $60.000. Për punën e bërë? Për punën e bërë atje. X kohë. Si pas marrëveshjes që ishin pas, me sa duket, mund të hyjë këtyre detaje më tani. Ai i kishte refuzuar, dhe kur ky kishte ngulur këmbë dhe kishte filluar ta bënte çështje këtë punë, ai shkon e merr dhe arreston e fut si njeri që pa dokumenta. Si i palishëm, domethënë, kalim kufiri. Po, i palishëm. Dhe fut në burg. Dhe fut në burg atje. Jo vetëm kaq, po atje shkoi dhe një grup kriminalësh rusë që ishin aty. Në burg. Po, në burg e përdhunojnë. E kanë përdhunuar këtë, ha? Po, kjo është historia që mësuam neve, edhe nga familja e tij. E kanë dhunuar atje, me kanë rarë, kanë dhunuar dhe në forma tjere. Shumë e rëndë, shumë e rëndë. Atëherë ky gjysmë son një karizmë sa duket në i tronditur jashtëzakonisht. Një djalë i mirë, djalë i edukuar mirë. Babai i tij ishte heroi i punës socialiste. Traktorist i famshëm. Në atë kohë i shkreti ka qenë njerëz të mirë, njerëz punëtor, njerëz. Dhe ky domthon reagimi i këtij pastaj ishte fiks duke me këtë, po themi, tronditje, ky mori peng ato. Ky shkoi edhe e zgjidhi kështu këtë punë, me sa duket. Mori. Po pse drejtuan nga Shqipëria? Autobusin peng. Autobusi që me shofer grek. Me shofer grek, edhe me gjithë grek brenda. Brenda s'kishte asnjë shqiptar? Asnjë shqiptar. Asnjë shqiptar. Njëri prej tyre ishte shoku i tij. Po? Po ai aqëlloi rastisht aty, Po pse ishte me të njëjtat rroba ata? Si? Me të njëjtat veshje. Ky në fakt paraprakisht, para se doli, kur doli nga Greqia. Ja, mund ta mbyll, nuk ka problem, mund ta mbyllësh atë ose të kalosh në silent. Nuk ka problem, një sekond, presim pak sekonda, jemi duke folur edhe një herë për Flamur Pislin, një djalë shqiptar nga Mati, nga Burreli, që mori peng autobusin, por pas ka pasur një arsye të jashtëzakonshme. Ky erdhi në Shqipëri, para se të merrte, erdhi në Shqipëri, doli nga burgu, erdhi në Shqipëri, shkoi në shtëpinë e vet, nuk ju tha asnjë gjë prindërve, çfarë kishte ndodhur, ju tha që kështu ai greku ma punoi kështu. Dhe një ditë të bukur, atëherë ishin armët sheshit, merr automatik,
një 2 automatik, disa krera, e vete, ndosha edhe në një bombë, se thonte që kam bombë, thonë. Dhe ku iku? Greqi? Iku këthy prapë Greqi atje. Iku klandestin, nëse jo. Klandestin kishe hiku, edhe në parë, klandestin e erdi, klandestin hiku prapë. Shkoj atje, mori një autobus, e përgatiri plan, mori një autobus, dhe ndaloj aty në autobusin, ju ofrun këta me kamera, me gazetarët, dhe bërë një deklarat. Unë tha, këta autobus nuk e lishoj, në qofë se juve... Nuk më jemi $60,000. $60,000 që më takoj. Po pse unë nisë drejt Shqipërisë? Prit, ata i prun Ja, sonë atë, $60,000 me çantë. Atëherë ky vazhdoi akoma si tush hakmarrin e vet. Po pse si mori? Se ishte dirë se vet. Tani e këta se dim se unë fillimisht e refuzova të futjen. Që autobusit të futej në Shqipëri. Ata ngulën kam përmes kryeministrit, përmes ministrit jashtëm të asaj kohe, ke unë. Unë nuk prapë refuzova, më në fund Dhe kjo në duhesh në 23 pengje grek? Me kërkesë të bile dhash urdhër të vendosin bloqe në hyrje. Në Kakavi? Në Kakavi. Jo në Kakavi, por në Kapshtic, vendosin bloqet, për të blokohet autobusi, se po hese me shpejtësi. Me shpejtësi, da? Përfundimisht, unë nuk e dje që 3 muaj për para, ose 6 muaj për para, në Athinë kishë ndodhë po njëta gjë. Kishë ndodhë një pegmari tjetër? Po, me një rumun. Dhe si kishë përfunduar? Nuk i bajmë mend, ajo kishë përfunduar me vrasjen e shumë vetëve. E shumë e 7, mos e bëjë. Po, ndërhyrja policisë e bëri më shumë agresiv, edhe u vran shumë. Dhe ishte shumë delikate edhe kjo. Edhe qeveria pat shumë kritika edhe qartë. Me drejtë kuptonti. Ta nuk doni që kjo e njëjta gjë i përsëritesh prapë aty dhe na lanë se tu çdo gjë jashtë neve. Neve pak kishim probleme, morëm dhe këtë përsikur. Pa asnjë përvojë. Ne kishim në atë kohë, që flasim bashkë që shkova unë, ishin gati 28 ose 30 pengje, pengmarrje në Shqipëri, sidomos Shqipërinë e Jugut. Wow. Edhe na duhesh edhe kjo, na vjen nga Greqia. Me pak fjalë, me ta përmbledhin. Si e zgjidhet? Si u zgjidh kjo histori? U fut ai në ne i propozuam një zgjidhje këtij në të hyrë në dalë të Libarazhit. Ju flisit me babain, e kishit në zyrë. Po, fliça me babain e tij dhe ai disa herë i tha djalit që ndaloje këtë. Mbyllë këtë punë. Pa i me sa duket kishte momente që binte, ndërkohë e mora unë dhe thash i propozova një rrugdalje. Fole vetë me këtë, Fole vetë me... I thash, merre ato para që të takojnë, edhe ik, merre dhe një makinë, edhe ik ku të duash, unë të siguroj që nuk do të ndjeki njeri pas për këtë veprim. Do të thonë këtë ja the me bindje? Po. Leri ata pengjet atje, se s'kan asnjë faj tash. Po, s'kishin faj, çfarë faj kishin ata? Ata janë qytetarë, nuk të kanë asnjë borxh, e kupton ti? Mos krijo, mos i përkërkiso gjanit. Po ta jap të mundësi do të dalun garant. Nuk të ndodh gjë. Fillimisht pranoj, bëri sikur pranoj, domethënë, mas një qerekore, se kishim ndaluar në një vend atje. Mas një qerekore, prap e kapan ato krizat e veta dhe filloi ulorinte, do të hull bomba do hap. I thash pastaj hapeni rrugën, i thash atyre, dhe vazhdoi rrugën. Po mendonin ku do shkoj. E ndalum prap diku po zbarten atë kohë, se dhe nuk më vepronin pas zbart. Se kishim të ndërhynin, po kishim frikë se mos vriqim edhe në një pasagjer. Po? Diku në ngjitje të krahës, në një serpentin, aty e bllokum me një makinë që e bëm si sigurisht e prishur, dhe ndaloj aty, autobusi me gjithë. Aty filloj, pasaj ai ulorin dhe shkoj në ambasadën greke. E do të vinë në ambasadën greke? Çfarë do në ambasadën greke? Do futesh aty dhe do hidhte bomba ku diun. Ta sulmonte me armë. Me sa duket nuk ai djali ishte kishte probleme, tronditje. Tronditje. Po dhe? Çfarë bën ato momente? Si u zgjidh? Atje çum një grup trenes, po. Trenes të servitur mirë, të cilët do bëjnë futjen tre drejtime ndërhyrjen nga anash, nga dy anët, edhe mbrapa, duke thyr xhamat, duke fut brenda. Në atë moment ne nuk e dim se çfarë ka ndodhur konkretisht, e kuptonte, por në atë moment ndodh një shkrepje arme brenda
Dhe hapet dera për të dalë ai që ishte shoku i tij. Po. Ai del sa hedh hapin e parë, bjen në tokë. Vdes. Ai shoku i tij, po. Siç doli nga ekspertiza nga një plumb rekoshet, që ai kishte që qelloi ky? Kishte qellu ky për të shti gjoja në ajër. Do të thonë ju po thoni që Flamur Pisli ka qelluar në ajër dhe një plumb rekoshet ka zënë shokun e tij. Po, dhe në këtë moment? Në këtë moment kur ndodhi kjo, personi që ishte ngarkuar atje për të mbuluar grupin që do hynte, kujtoi se ky po filloi të vrasë njerëz pengje. Edhe i goditi. Dhe qelloi. Dhe u vra. Edhe u vra. Dhe kështu mbyll kjo. Edhe u mbyll. Si e ke përjetuar këtë si ministër? Natyrisht. Keq. Jashtëzakonisht keq. Me thonë drejtën, shumë e rëndë. Do bëheshe pasaj kjo çështje. Shiko, bile kjo ishte përjetimi më i rëndë, jo puna, se sa kjo kur dëgjoj. Ky ishte përjetimi më i rëndë që ke kaluar si ministër? Jo, nuk ishte ky, po kjo që do të them tani ishte përjetimi më i rëndë, domethënë kur dëgjoja që vriteshin njerëz, sidomos të rinë atko, nuk e di pse një tronditje të brendshme. Po sigurisht. Se më vinte komunikata çdo mëngjes, komunikata për çfarë kishte ndodhur 24 orë. Shikoj që pjesa më e madhe ishin të ri. Për motive dobta. Jo, nuk justifikohet zoti ministër ajo që mori ky peng, po edhe ata që i kanë bërë Flamur Pislit është shumë e rëndë. Po pra, kjo është një dramë. Është e rëndë, mos ka fjalë për ta shpjeguar. Por në ato periudha nuk justifikohet kjo që bëri. Jo. Por tani me atë që i bën këtij shqiptarit, sepse kjo është simbolika e sa që ka vojtur. Okej, kalojmë foto tjera, ju lutem regjia që ta shtojmë pak ritmin. Kemi disa foto zoti ministër që unë dua. Tani ju jeni aty në cep fare? Po. Se keni këtë foto? E keni këtë foto? E kam. E ke? Po. Tani Partia Socialiste e kohës Nanos dhe tani Partia Socialiste e Edi Ramës. Cili është dallimi? Shiko, nuk mund të bësh krahasim. Janë dy gjëra që nuk krahasohen dot. Pse? Nuk krahasohen dot sepse janë gjëra të ndryshme. Po të ndryshme, po jo janë ndryshme. Mund të krahasosh se kush është. Atëherë po them, kush ishte Partia Demokratike? Ajo e drejtuar nga Fatostano apo kjo e Edi Ramës? Në kohën që Nano ka qenë kryetar partije deri në 2005-ën, në kryesitë dhe në forumet e partisë deri në forumet poshtë diskutoheshe shumë lirshëm. Po tani? Bëheshe debat. Unë personalisht kam bërë shumë debate, sepse kam qenë pak tip antikonformist për natyre, por qoftë Nano, qoftë edhe shokë të tjerë, kolegë të tjerë, se partinë nga 93 e tutje deri në 97 e drejtoi Servet Pullumi. Po, si Nano ishte mburr. Pra edhe me Servetin, Serveti ishte një burr shumë i pjekur dhe një udhëheqës shumë i zoti. Ai dinte të mbante ekuilibrin, ashtu dhe Nano dinte të tërhiqesh kur mendonte, dinte të bënte debat. Unë nuk e kam parë një herë të bërtasit të nxehet e kuptonte. Kë? Nanon. Po Ramën? Po me Ramën nuk kam punuar në parti. Ai ka një stil tjetër. Ai vetë ka thënë që kjo parti është e rilindur, domethënë nga. Po ka rilindur me vërtet? Është një gjë tjetër, është një fëmijë tjetër. Jo, një gjë tjetër, po ka rilindur për mirë apo është një gjë tjetër? Ka bërë hapa para për Partia Socialiste apo pas zoti Poçi? Po të shiko, nuk mund të bësh krahasime të tilla sepse edhe herë tjetër po të them, funksionon të pas ka dëmtuar kjo që e larguar nga politika. Sot, më sa duket, sot shiko, un kam kur nuk jam pjesë, nuk mund të gjykoj tash sipas gazetave, sipas. Me pak fjalë, si është futur Fatostano në histori? Ishit në varrim besoj. Po, atje. Shiko, se desha të kthehem prapë këtu. Edi Rama ka ndërtuar një parti tjetër. Atje nuk ka më historik. Socialist ka atje? Nuk e di çfarë janë. Nuk e di çfarë janë? Nuk e di se s'ka program. Ai vetë ka deklaruar nuk ka program. Por kjo mënyrë e kthimit të partisë, atë edhe kuadrot që janë atje nuk zgjidhen sipas procedurave që kemi pasur. Po si votuat, si e zgjodhet njëherë? Ku e zgjodh? 2005.
Në 2005. Si u zgjodh? Patjetër me votën e popullit. Jo, të popullit socialist. Po pse qeshet? Po qeshet sepse u shumë zgjodh. Po i la nano fare, e la kryeministrinë, e la dhe partinë, tani ta themi. E dha Bareqen, po. Ai e mori. E mori apo e fitoi? E fitoi. E fitoi. Po, e meritonte? Edhe zgjedhjet po fitoi. Po patjetër. Tani, jo, këtë e përket shumë bukur. Tani, mund të akuzosh zoti Rama për shumë gjëra. Por Partinë Socialiste fituese si zoti Rama se ka bërë asnjë në këto 35 vjet. E vlerësoni për këtë gjë? Shiko, unë nuk mund të bëj vlerësim të tillë, e kupton, sepse thash edhe herë tjetër, unë kam punuar në një parti që ka pas rregulla. Po tani? Tani nuk ka. Nuk ka rregull. Jo. Pas ka bërë përpara. Nuk ka statut. Pas ka bërë përpara Partia Socialiste. Ose ka rregulla të tjera që janë më tepër administrative se ashtu. Rama humbi 2 mandate, do të thonë humbi 2 zgjedhje. Në kohën që Nedi Berisha. 2009. Humbi Rama vetë. Zgjedhje të përgjithshme flas. Vetëm 2009 ka humbur Rama. Se zgjedhjet lokale thonë ju. Po pra, Partia Socialiste ai humbi një palë zgjedhje. Zgjedhje përgjithshme ka humbur vetëm 2009. Po, vetëm 2009. Sekretar. Po, sekretar. Të 2013 erdhi në pushtet. Dhe ka 4 herë që ka fituar. Po. Me sa duket kjo funksionon në kushtet e Shqipërisë tani, ku ka një parti demokratike që s'ekziston as ajo, me rregulla, me norma, pa programe, pa. Do të pyesë për atë. Ti voton Partinë Socialiste? Po. E voton? Po, patjetër. Partinë Socialiste votohet tani. Unë Partinë Socialiste kam votuar vazhdimisht. Je antar i saj, vazhdon. Patjetër që jam antar i saj. Foto tjetër. Tani, se është e kolegës Anila Basha, na ka marrë malli zoti Poçi, këtu po diskutohet mbledhje kryesisë, me kamera, me gazetar, të bëhet ky ministër, të bëhet ai kështu, të bëhet kështu dhe votoje. Ne s'ka më zoti Poçi, na ka marrë malli. Si ka mundësi u ka ndisë kjo parti kështu? Po ju pse ju ka marrë malli ju? Po kishte lezet. S'na ka marrë malli neve. Ty s'ka marrë malli? Që të votohet. Të votohet për gjithçka, nuk të ka marrë malli? Po s'jam atje. Jo, atëherë po ta riformuloj pyetjen. Si e përcjell ti, si e kur shikon ti Besfort Lamallari, ministri i drejtësisë, u mbyti shkreti, që kollaren kështu. Ai zgjidh asgjë. Po nuk e njoh. Nuk e njoh. Jo, një Edi Ramën ti. Tani si zgjidhet një ministër pa ditur gjë? Ai e din. Ai bën qeverinë, ai bën. Këtu vendoset që jo këtu vetëm. Po jo më këtu për 3 antarët e qeverisë votoheshin edhe në KPD. Po. Deputetët miratoheshin ose propozoheshin nga baza. Po si u ka ndjesur? Po kanë ndryshuar, por ishin për këto rregulla. Po si u ka ndjesur të shuju? Çu ka ndjesur, kanë dalë rregulla të reja. Foto tjetër. E marrën në foto? Po. Nuk e kujtoj ku është, po. Velimi Ftarin brapa? Ai që është në krahun tim të majt, është shefi i FBI-s, i misionit FBI-s që ishte pranë Stivi, që ishte pranë Ministrisë Brendshme. Kishte shefin e FBI-s? Po, dhe iku shefi i misionit FBI-s që ishte këtu. Po. Jo i FBI-s madhe. Po. Dhe edhe ishte, na kanë dhënë një ndihmë të jashtëzakonshme, edhe këta edhe partnerët evropian. Edhe evropian. Foto tjetër. Edhe këtu me Velimin Ftarin dhe me drejtor, në mos gaboj, kush është zotëria? Është drejtori i qarkullimit. I qarkullimit, të sekoj, dhe Velimi Ftari drejtori. Edhe ai një djalë shumë i mirë. Tani, e di pse na ka marrë malli tjetër për konferencë për shtyp të ministrit brendshëm. Pse bëni ty atëherë ja këtu? Analizat ishin të hapura. Konferenca shtypit të hapura. Ore, çka ka ndodhur me ju socialistët? Ju nuk po kuptoni që kanë ardhur kohë të reja. Jemi të vjetër edhe ne gazetarë tani, mirë ju. Ju nuk po kuptoni që kanë ardhur kohë të reja. Sinqerisht të them, unë nuk mund të kritikoj. Është kjo pas është kjo. Sepse po të filloj të kritikoj, do të them që nuk njoft situatën ku zhvillohet. Jo, kjo s'ka lidhje me situatën. Jo, një minutë. Do na ndjekin dhe gazetarët e rinj që kemi aty. Kjo nuk bërit konferencë për shtypin mos zoti Poçi. Kjo nuk është partia socialiste e reformuar ose në rrugën e reformimit të saj. Po çfarë është? Kjo
nuk është ajo parti që neve përgatitëm deri në ditën kur lam me të mirat që lam pushtetin, ose më saktë në 2005. Kjo është një parti e re. Ose më saktë një form tjetër e asaj. Ashtu siç din ta bëj Edi Rama. Foto tjetër. Këtu është ministri grek. Ministri grek? Po. Po? I brendshëm, një burr shumë i mirë, i Zoti, me të cilin kam pas marrëdhënie shumë të afërta. Po? Këtu jemi për një vizitë ka ardhur në Shqipëri. Ai ka ardhur një 4 herë, unë kam qenë një 5 herë në Greqi për vizitë, gjithmonë duke koordinuar. Qartë. Foto tjetër. Këtu jeni me aktorin e madh amerikan Michael Douglas. Po. Ai erdhi për çarmatimin dhe preu në Elbasan, improvizoi dhe bëri një show, një armë e preu në mes me frezën. Kush e solli Michael Douglas në Shqipëri? Ky ishte, si më thon, kryetar nderi i këtyre i shoqatës armët, t'japim si thosh ndihmën në këmbim të armëve. Po? Para të bëjmë investime që të zhduken luftrat, kjo është ideja. Po? Me këtë jam takuar, ka nejt 2 ditë, edhe... Mund të thosh një episod veçantë? Michael ishte krejtësisht ndryshe nga ai që e kisha parafituar kështu si pamje, ishte i shkurtër, më i shkurtër, ashtu, po ishte njeri shumë i qeshur. Kemi ka ardhe këtu në Tiranë, kemi biseduar, ishte njeri shumë i këndshëm. Si yll Hollywoodi. Jo vetëm aq, po ishte njeri shumë i këndshëm. Nuk e dalloje dot, domethënë një yll Hollywoodi të dalloj nga se një i jashtëzakonshëm, edhe babai i këtij. Pa. Kirk Douglas, edhe ai i jashtëzakonshëm. Po edhe ky. Foto tjetër. Tani këtu zoti Poçi do ma thuash ti që çfarë? Janë 29 ministra të brendshëm nga Gramos Ruçi te Albana Koçiu, e cila është e vetmja zonjë. Cilin ministër vlerësoni nga gjithë mbas vitit 1990? Gramos Ruçi, Aredi Shyti, Bayram Yzeiri, Vladimir Hysi, Bashkim Kopriku, Agron Musaraj, Halit Çamata, Belur Çelo, Ali Kazazi, Neritan Ceka, Perikli Teta, Petro Koçi, Spartak Poçi, Ilir Gjoni, Stefan Qipa, Luarama, Iglit Toska, Sekol Dashi, Bujan Nishani, Lulzim Basha, Flamur Noka, Samir Tahiri, Fatmir Xhafa, Dritan Demiraj, Sandë Leshi, Bledi Çuçi, Taulant Balla, Ervin Hoxha, Albana Koçiu. Shiko, kjo them të vërtetën, unë nuk mund të bëj një klasifikim. Jo, nuk do të bësh klasifikim, po. Unë mund të them vetëm një gjë. Që? Të gjithë këta, që numërove, të gjithë këta, unë jam i bindur që kam punuar dhe kam vu një gur atje. Në qoftë se atje ka pas, si thosh, dështime apo më saktë mos menaxhime të mira, unë ja vej fajin ndërhyrjes politikës brenda. Se ti mund të thush për këto ministrat, për shembull ky, do të thënë disa prej tyre, unë nuk i njoh fare, edhe nuk di si kanë punuar, por për shembull ky i pari i PD-s. Kush? I pari i PD-s? Sekol Dashi? Jo, i pari i PD-s para 90-s, domethënë fillimet e 90-s. Kur erdhi PD-ja? Agron Musaraj apo Bashkim Kopriku? Bashkim Kopriku. Për shembull, te e kam njohur. E vlerëson? E vlerësoj. E kam njohur edhe si përpara se të futesh në politikë, ishte një inxhinier i shkëlqyer, edhe njeri me kulturë. Dhe them që duke të punuar patjetër atje, por shiko, çfarë tham pak më parë, unë një vit e gjysmë lan. Jo, ka dhe një shifër tjetër që në 12 vite 5 muaj në pushtet Partia Socialiste ka ndruar 8 ministra të brendshëm. Pra, një ministër qëndron 1.5 muaj mesatarisht. Edhe kjo është. Samir Tahiri, Fatmir Xhafaj, Dritan Demiraj, Sandë Lesha, Bledi Çuçi, Taulant Balla, Ervin Hoxha, Albana Koçiu. Sa ishin? 8. Brenda 4 vjetësh apo 8 vjetësh? Brenda 12 vite e 5 muaj. Pra, një ministri i brendshëm me qeverisjen socialiste i bie mesatarisht punoi 1 vit e 5 muaj. Ai sa pak a shumë sa ishin. Po, është e mjaftueshme kjo? Tash natyrisht është e mjaftueshme dhe unë nuk kuptoj pse e hiqen. Po ti pse të hoqën? Mu më hoqën për arsye që unë i kuptoj. Po pse hoqën? Vetë ata që Dhe është dvu? Po. Mos ka hequr 40 bandët. Po ata
Patjetër. Në bashkëpunim me bandat. Firmën kush e vete? Nuk donin, deri aty e donin. Ashtu, fluturon. Ka i donin. Kush thiri? Iliri. Meta? Po, pa pritë pa kujtu. Të shkarkoj apo tha jep dorëheqje? Jo. Tha jep dorëheqje? Do të lëvizte. U bëra ministër i transportit. Do të lëvizte çojtë. Tani, një zonjë mund ta bëj mirë ministri i brendshëm? Patjetër, se mos e bëj. S'ka një problem. Se i tha zoti Rama, tha ti nuk do merresh fare tha me policinë, tha. Tash, po patjetër. Femrat po i fusin kudo tani. Edhe Okej, foto tjetër. Tani kemi 3 foto të babait tuaj Dilaver Poçi, një personalitet në historinë e ushtrisë, por do doja të thoja diçka për babain tënd. Ai u godit mbas atij grupit puçist të 74-s. Dhe ju si e kujtoni, se ju keni jetuar edhe 2 vite në Moskë bashkë me babain dhe nënën tuaj, kur ai ishte si përfaqësues i Shqipërisë në Traktatin e Varshavës, mos gaboj. Po. Tash çfarë më thot njeriu për babain e vet? Por unë në mënyrë të veçantë mund të them që jam përpjekur të ngjaj. I ngjam babait? Unë jam përpjekur të ngjaj. Edhe atë kam pas si edhe ati edhe nënës, se dhe jo ka qenë. Por kështu është jeta. Tani babai ka pas edhe ai një jetë shumë aktive. Ka qenë i apasionuar shumë mas librave, muzikës, që shifje rrallë të kushtarakët. Ku kështë studior ai? Ai studioi fillimisht mbaroi shkollën e Harry Folcit. Këtu, po, dhe? Pastaj u fut në grupin e Korçës, e Shkodrës, po? Grupin komunist të Shkodrës, dhe me dhëmirimin e partisë u fut, ishte një nga 200 antarë. Petritat? Ose Petritat quj. Po ju ishit komunist? Po. Edhe ju jeni për komunistë? Po. Në student bile. Që student? Që student. Pas ke qenë mirë me mësime dhe të kanë... Ai pastaj filloi punën në Ministerinë e Mbrojtjes, mas çerimit. Pastaj ishte zëvendësi Haxhi Lleshit, i cili ishte drejtori i kuadrit i Ministrisë së Mbrojtjes në atë kohë. Po. Pastaj shkoi me studime në Rusi. Në 53-shin u kthye pa mbaruar, pa mbrojtur diplomën, sepse Haxhi Lleshi u emëruar president. Po. Dhe ky zori vend në drejtor, ku punoi për një kohë gjatë, u shkëput fillimisht për të mbaruar, për të mbrojtur diplomën. Po. Shkoi në Rusi prap, pastaj shkoi edhe një herë tjetër si shef për Akademinë e Shtabit Përgjithshëm. Dhe pastaj erdhi, vazhdoi punë në Ministrinë e Mbrojtjes. Nga kush e pati atë foto tjetër që është me Enver Hoxhën? Nga kush e pati atë goditje? Tashti s'kishte nga kush e pati. Kjo foto nuk tregon ku është këtu? Këtu janë në Malsinë e Madhe, kur Enver Hoxha bërë një vizitë në Veri. Në Tropoj, ato? Tropoj, Shkodër, Kukës. Qa viti? Në vitin 68, duket, ose 69. 69? Dhe e mori me vete babaj? Enveri, po, patjetër se babai ishte komisari i Korpusit Veriut, që mbulonte edhe Kuksin, edhe Pukën, edhe ai e shoqëroi bashkë me të tjerë. Dhe një foto tjetër, është një foto akoma më duket më qartë. Ja, po babai ju pas ka qenë 90, po ti si pas ka ngjarë fare babait. Jo. Domethënë, tani këtë s'kam kuptuar unë. I shkon kraun Enver Hoxha dhe pastaj e godet. Po gjithë i shkon te krauni. Gjithë i shkon te krauni, po gjithë i fusën pastaj. Po. Si çepe. Po jo, po shko ça. Domethënë, ky është një intimitet, po themi, një miqësi, është kaluar. Po si ta godasi? Mbas sa vitesh mbas kësaj foto e goditi? Mbas
5 vjetësh. 5 vjetësh. Mbas 5 vjetë nga kjo foto? Kur e pyesja babain më vonë. Po? Sepse babai erdhi e u kthym edhe gjithë në Tiranë, pastaj erdhi nga internimi dhe ku internua babai? Fillimisht në Çarrik dhe pastaj në Belç. Ishim bashkë me Bedris Paivon, me një tuf nga këta. E Bedris Paivon, ha? E kishte frikë se mos e arrestonin? Në moment. Mos e pa. Si ishin etapa ato. Po dhe si e pyesi babai? Edhe prita njëri thashë si kështu, çfarë ndodhi? Shiko tha, neve ja kemi fut njëri tjetër ta. Kështu tha, ha? Edhe kjo ka qenë, ai godiste kokën, se ishe ndarë në klane, udhëheqja ishe ndarë në klane. Klani Vlorës, klani kësaj, klani asaj, se cili krijonte edhe dhe ai binte kokës klanit dhe tjerët i hidhte tek piranjat. Po baba jut kë kishte mik të ngushtë në byro? Babai s'ka pas asnjë, nuk ka qenë pjesë e klanit. Andaj se arrestuan. Jo, nuk është kjo, ndoshta. Se unë kam ashtu se po shkruaj një libër për te, e kupton edhe kam gjetë se si ishte puna. Po? E kupton, por natyrisht nuk i takon kësaj tani, po. E përjetoi keq goditjen? Ai e përjetoi me stoicizëm. Po ju? Nuk fomit. Ne natyrisht patëm pasojat tona. Unë isha në atë kohë, isha drejtori i përgjithshëm i Kurrudhës, më shkarkuan, por më qunë punoja në tunel e Qaftanos, punova bashkë me shokët e tjerë, me gjithë ata që ishin me biografi të mira, me thonë drejtën, nuk kam pas krijova në atë kohë dhe familje, e ka përcimi mbijetuam se tush momentit. Kur ra babai, unë kisha kriju një farë stature, ati u isha punu. I profil tënd profesional? Profesional, po dhe profil edhe shoqëror. Por këto nuk pyqin, më qa duket tani në Moskë, ktheve në njërë se ke qëndruar 2 vjetë në Moskë? Ja, nuk kam këtu asnjëherë. Po? Kam pas dëshirë. Kishe dëshirë? Po pse s'shkoj? Po në një rast që më dha mundësia. Ishte një mënyrë domethënë për të shkuar atje, më vjen një ditë ambasadori rus këtu në Tiranë dhe më thotë që kisha 2-3 muaj që isha bërë ministër dhe që fillu pak ndihesh e puna, efekti i punës. Ministri i Brendshëm, Ministri i Rendit. Po. Edhe më erdhi ambasadori rus. Po, për të më përshëndetur, si që erdhën gjithë ambasadorët e tjerë, për të më përshëndetur. Dhe në fund, masi më dhuroj një shishe vodka, se kështu e kanë ata rusët, tha që po të përcjellë ftesën ta e ministrit bësh një vizitë në Ministrit Brendshëm të Rusisë. Të Rusisë. Kush ishte? Në atë kohë ishte Putin. Putin i ke marrë ftesën nga Putin ti? Po. Ua. Ishte ministri i Brendshëm atëherë, Vladimir Putin. Po. Dhe bëri ftesë. Veti më duket 6 muaj ose 9 muaj. Bëri ftesë për të shkuar në Moskë. Po. Po ti shkove? Natyrisht unë mendova një. Jo, nuk dim gjë që ke shkuar tani. Jo. Nuk shkove. Nuk shkova sepse biseduam çik dhe më thanë që është më mirë mos shkova. Kush ju tha që më mirë mos shkova? Bisedova pak me ambasadorin amerikan, e thash do të shkoj apo s'do të shkoj. Me Limpret mos gaboj. Me Limpret, po. Po? Mendova një herë, mi do të them. Pastaj tha jo. 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 Po pastaj më vonë kishe dëshirë të shkojë kështu? Mbasi ike si ministër. Pastaj mendova, jo, para se ti kisha si ministër, mendova që kaloja një javë atje të shkoja. Me pushime, kështu, jo si funksionar. Jo zyrtare. Po dhe ta dhanë vizën? Dhe shkova ke ambasada Ruse, shkova. Tharita çova njerëzit për të aplikuar një vizë sipas rregullave se siç bënim edhe kur shkonim në Amerikë apo në Po. Edhe prit se po vjen viza hiç, prit se po vjen. Ta refuzuan vizën. Atëherë më thonin i them këtij shefit marrëdhënie me jashtë kisha në ministeri të shiko dhe një tjetër pyet. Po ja se po shikojnë ca gjëra dhe nuk ka ardhur akoma me atë. Atëherë hypa makinës dhe shkova direkt vetë. Po?
Shkova aty dhe takoj aty më priti një ish shok i shkollës që ishte përkthyes tashmë. Përkthyes në ambasadë. Po, dhe çfarë tha? Më tha që prita takoj tha me atë që merret me vizat. Tash unë jam, jam ministër. Kam kërkuar një vizë dhe kam ardhur të marr vizën ose refuzimin e saj. Prita i qika i hypja të lartë dhe më qoj ke ky shefi i asaj zyrës konsulare që e kanë ata, që i merret me vizat. Më kujtohet se shkova ka ambasadori. Ja të mëren, unë gorita i me respekt. Edhe filloj më shpjegoj, thash, më falë, kush jeni ju? Unë jam ta shefi. Ku e ka zyrën ambasadorit? Edhe shkova të ako ambasadorin. E lajmëron pak më përpara, ki po vjen lartë, edhe priti, pak në ciklet. E thash, kam kërkuar vizë. Si është puna? Po ja tha se presim ta kështu ta konfirmim. Jo konfirmim, po tha diçka ka ca procedurë. Dëgjoj tash unë kam ardhur të marr pasaportën me vizë ose pa vizë tash. Ju lutem mleni edhe pak tha. Ju lutem i thash më jep pasaportën. E morë pasaportën. Edhe mora pasaportën ika. Do të thotë ti ke refuzuar vizitën e Putinit dhe ti mendoj të merre vizën e Putinit, s'kishe shanse. Unë nuk e di nëse kjo lidhesh e kështu, por me atë lidhe, me çfarë lidhe? Jo, unë mendova edhe një gjë tjetër se në kohën që baba ishte atje, ishte në periudhën më të vështirë të marrëdhënieve. Okej, çfarë kryeminist ishte Pandeli Majko? Që ti kalojmë shpejt se kemi edhe Pandeli Majko ishte pa ndonjë përvojë, jo më për 30 vjeç më? Po, jo vetëm kaq, por ata ky dhe Iliri u futën në politik apo më saktë në poste drejtuese pa si thosh pa fillu punën një herë. Ishin në vitin e fundit të shkollës, të universitetit kur u bën se u bashkuan me Lëvizjen. Po çfarë kryeministi? Si e bëri punën? Unë me Pandin kam punuar jashtëzakonisht mirë. E vlerëson? Po. Okay. Ai unë e vlerësoj për faktin që ai të mbështeste dhe qeveria që i drejtoi ky, le të thonë çfarë den. Qeveria që i drejtoi ky mbuloi dy sfida shumë të rëndësishme në Kosovën edhe rendin. Rendin, po. Tani Pandi u ka ngelur vetëm atje në PS. Si është thot një fjalë Pandi çfarë ndodh në PS? Shiko, tani s'është as deputet. Pandi nuk e di si s'është as deputet, i ka marru karburanti më së duket edhe. I ka marru karburanti Pandeli Majko, se bukur ka. I dhe më mbava ndonjëherë? Po. Po do tjetër. Pandi ishte njeri i ndershëm, njeri i pastër. Tash i mos kërko. Po Ilir Meta? Ilir Meta është ndryshe. Nuk ka dhe ky s'ka kur farë përvoje, po ky është Iliri ka qenë tipi intriganti dhe shumë arrivist. Intrigant? Po flisin keq për Ilir Meta? Këto cilësi i kishte. Po sot është një qeli. Çfarë mendoni për atë që sot? Nuk e di për atë që sot, më vjen keq. Vjen keq? Vjen shumë keq. Iliri ishte i fiksuar pas pozitës, pas postit. Donte që në fillimet e para të kapte majat e dhe Iliri ambicioz e keni fjalën. Ambicioz shumë, por përpiqesh të hynte në këto gjërat me herë bashkëpunonte me Berishën, herë me Nanon, herë kundër Nanos, herë kundër Berishës. Domethënë ka një karrierë me zigzake, me sa duket në politik lejohen dhe këto, por jo nuk e dëmtoi kjo, ai dëmtoi veten. Dëmtoi veten. Unë nuk e paragjykoj për ato akuza që i bëhen. A ishte normale ai momenti i arrestimit që policia të arrestoi një ish president, ish kryeminist ashtu? Atë do të nxjerrin mësime të gjithë pse arrestuan në atë formë, se trajtuan më se zgjasësh. Foto tjetër. Cili është mendimi juaj për Berishën? 82 vjeç mbush në tetor dhe gjithë ju keni ikur, po ikin dhe ata që ju kanë zonsuar ju dhe Berisha është aty. Shiko, unë me Berishën nuk kam pas asnjë marrëdhënie, në kuptimin direkt e kështu. Një herë i kam dhënë dorën në një pritje, ku muroj për rezultatet në rend.
Po? Dhe nuk kam pas. Por, ajo që thot juve, të përfundosh, se tushë të kapesh mas karrikës me një çmenduri, do të thoja, kupton ti, është gabim më i madh. Është një gjë në politikë që vjen një moment, domethënë që ato afatet janë caktuar, kupton ti, do të domosdoshme edhe nga ana biologjike. Unë neta një periudhë caktuar, po them në këto 6 vjet afërsisht në këtë, e kam tjerë veten të zbrazur, të shkarkuar fare nga politika? Nga energjitë. Nga gjeshka. Patër aja dele, unë thotë, unë kem frymë në zonë. Jo, nuk është çështje frymë, nuk ka performancë, ai po man peng. Po man peng? Po man peng, partitë. Foto tjetër? Mos gaboj, kemi dhe 2 foto? Ai do të bëjmë mirë të iki me... Mban një në një nga këta ministrat e qeverisë? Bravo? Diellën besoj njefti? Jo, nuk e një diellën. Nuk e një diellën? Një pjesë i kam parë në këtë që është me kështu me... Diella është? Me shami. Diella është inteligencë artificiale? Jo, nuk njoh asnjërin për tyre. Asnjëherë? Jo. E ku ka ta ndisë si partie? E njoh, shiko. Këtë, po, Blendi Gonxhën e njoh. Po mirë, Blendi, se Blendi është edhe personalitet publik pa qenë në politikë, ëh? Nuk e njoh, po, shiko, këta mund të jenë edhe njerëz të aftë për t'i bërë punën. Por edhe aftësia e tyre nuk diktohet dot në qoftë se ti lëviz shumë shpejt. Sepse kjo që më paraqitet tashti, këto janë ministrat aktuale, apo jo? Po. Këto mund ndryshojnë vendet, ose mund ikin fare nga... Dhe zmajnë në prezja. Jo, tim që po sa arrin dot të kuptojë, kupton ti të gjej rrugën për të shkuar ke shkallët për të hyrë. Megjithatë, kjo ka funksionuar me sa duket edhe. Me këtë situatë që po kalon Rama me zëvendës kryeministren të pandehur, sipas ju, si do ta zgjidhni? Qofse ai do të merrte juve, zoti Poçi, ke kaq